Shikues të A2 CNN mirëmbrëma. Në Shqipëri historia ka një zakon të keq. Ajo përsëritet, po rrallë shlyen borxhet e veta. Pas 14 vitesh, dosja e 21 janarit duket se po lëviz sërish, dhe në qendër të saj rikthehet një emër që ka qenë i lidhur me atë ditë si ish ministri i Brendshëm, Lulzim Basha. Pas ditën e sotme, ai është paraqitur në ambientet e prokurisë së posaçme, ku për rreth një orë është marrë në pyetje sa i takon kësaj çështje. Nga ana tjetër, familjet e viktimave pyesin ende me shpresë, apo bëhet më në fund drejtësi për 20 janarin, apo po rikthehet hipokrizia që e mbuloi atë prej asaj dite. Sonte në fillim do të flasim për drejtësinë që vërtet vonoi, por çfarë triumfoi. Ndërkohë më tej do të ndalemi te çështjet më të nxehta, të cilat kanë qenë kryefjala e jetës parlamentare, nga tymi i bardh apo i zi që pritet nesër nga gjykata kushtetuese, tek një 2082 që dyshohet se po gatuhet sërish nga Rama e Berisha. Inserti i parë dhe rikthehemi. Jam thirrur si person që ka dieni për një çështje në hetim. 21 janari? Informacionin se për cilën çështje jam thirrur, ju lutem ta merrni drejt për drejt te institucioni, sepse ligjërisht duhet të respektoj sekretin hetimor. Ka pasur urdhër 21 janar për të shuruar. Kto ishin gjithçka që kisha për të deklaruar për këtë çështje. Për tjerat me siguri ju ka marrë malli për konferencë për shtyp, po duhet prisni edhe pak. Po juve ju ka marrë malli? Mirupafshim. Shfaqesh pas shumë kohës, po tash në dyert e drejtësisë, ndoshta kanë pritur ndonjë angazhim tjetër politik. Ju thash për konferencën për shtyp një herë tjetër. Mirupafshim.